Mirëmëngjesi dhe mirë se vini në një vlog të ri. Ka ardhur atmosfera festive edhe në shtëpinë tonë. Ne dje kemi vënë pemën dhe siç shikoni pak se sa të bukur e ka bërë si vjet, e ka bërë me ngjyrat kafe dhe gold dhe pema ka dalë fantastike. Po ta dini njerëz më ka lodhur jashtëzakonisht shumë, kemi ndojtur disa orë të mira dje, sepse unë kisha gjithë zbukurimet si vjet të reja dhe të gjitha topat, gjitha lidhjet i kam bërë manualisht dje me dorë. Dhe jemi lodhur bashkë me Klajtin që të dy shumë fare, plus dritat, i kisha marrë 100 metra të gjata, me idenë që pema është 2.1, thash do jetë patjetër e nevojshme që të jep kaq shumë drita, dhe një pjesë duke kemi hapur fare sepse kaluam 2-3 herë rreth pemës, rreth degëve, sa nuk kishim më nerva dhe durim të merreshim me të gjitha dritat, kështu që një pjesë e kam lënë të mbledhur te ajo pjesa dhe kam lënë aty brapa, thjesht mos të duket. Kështu, shtëpia ka marrë komplet një pamje tjetër dhe unë mezi po prisja që ta vija në shtëpi, që të kishte pak më shumë gjallëri, drita, ngjyrë dhe të ndjej kjo atmosfera festive, edhe pse sa vjen dhe më shpejt po e vëm këtë pemën. Dikur ka qenë traditë që pema vije gjithmonë në datën 6 dhjetor, tani ka ndryshuar shumë kjo pjesë, fillon zbukurohet me kalimin e Halloweenit në tetor, në fund të tetorit, fillojnë direkt zbukurimet e vitit të ri. Në fakt është gjë e bukur sepse i kemi pak më gjatë të zbukurimet, e ndjejmë shumë të atmosferën festive, por njëkohësisht ka prishur këtë traditë që ka qenë dikur që pema vijej në datën 6 dhjetor dhe hiqej më pas në Berat e kemi pasur në 6 janar kur ka qenë hedhja e kryshit në lumë. Dhe po thosha se më ndërpre videoja nga që më mori mami në telefon, po thosha që okay, është bërë më bukur sepse zbukurohet më herët dhe kemi shumë qejf këtë periudhën, por njëkohësisht kanë humbur ato traditat që kanë qenë dikur. Nëse ne dje vumën në fund nuk duruam dot, dje ishte data 21 nëntor dhe vendosëm pemën. Të gjitha zbukurimet i kam marrë te Jumbo, tani do t'ju lë një klip me disa skena të vogla në momentin që i kemi blerë që të gjitha zbukurimet, sepse i kam blerë gati para 2 javësh që para se të iknim në Zvicër, dhe më në fund u bëm mbar që ta hapim edhe ta vendosim pemën. Një ditë e shëmtuar sot në Tiranë, shi nga mëngjesin darkë nuk ka pushuar sekond. Mos ju fola më, që dola ishte mëngjes me mamin motrën, mora mamin nga shtëpia dhe kaluam kohë bashkë, nga drekën, dëjtëm. Po, do thosh një gjë për mikrofonin tim? Haj. Dhe po thosha, mua më tek tani të pa video, reelsa në Instagram, më dalin vetëm zbukurimet për festat e fundvitit. Dhe i thash Klajti, dua të shkojmë te Jumbo të shohim çka kanë nxjerrë si. Kërkuar ti që të dalin edhe bolerja ato tani. Jo, nuk është e vërtetë, vetëm në temë ka kërkuar. Po ti ke qenë korrik që po do vë pemën. Unë që kur u futur në shtëpi në korrik, gjeta këndin ideal. Këtu thash do vendosim pemën sepse do dukej perfekt. Edhe po, ne kam idealizuar atë moment, ulja pak zërin, sa e ka? Njërzi gjithmonë. Dhe më në fund jam mbusha mendjen burit të dilim. Sa po dolëm, pa dal nga lagja në rënë nga mbrapa makinas, miku truri, nuk e keni ide sa u mërzita. E para po thosha në mëngjes që kanë fjetur gjithë natën me ëndrat këshia, thash mos, doli diku ato ëndrat e mia të këshia në rënë nga mbrapa me makinë. Tani buri doli në rënë dikush me motor dhe thoshë makina s'ka asnjë lloj dëmi as një gërvishti asgjë. Si do që tjetë puna, motoristi është kopshiu jonë, tha do t'a zgjidhim. Ndërkohë Ka qëtësi, po ka gjë. Inshallah nuk ka gjë, se realisht kur është kaq shi nuk duket asgjë, se më ka rastis me Mazdën që jam gërvish njërë me njëri dhe nuk duke fare asgjë. Po kur e pash më vonë, edhe sikur do lësh prapa koltin super nami. do qaj pse stormin tim, ati një zi. Një ditë shio. Edhe buri, e që më tha direkt. Ja, tha ti doje të dilje nga shtëpia. Kupton, po të kishim dhe në shtëpi nuk do kishte ndodhur asgjë nga këto. Which is not fair. Nëse po shkojmë tek Jumbo, tek qendra Emerald, që është këtu te 5 maj, sepse në tek bëhet nami fundjavave, sidomos kur është shi dhe sidomos sot që kishte për vjetor tegu, gjas me bën ulje, se nuk janë fare ulje reale me të drejtën. Nëse mo. Kështu si pjesë e marketingut prej vitesh tashmë e di se sa reale janë ato uljet që bëhen, çfarë do lloj, të njëjtat ulje, çfarë do lloj fushate të ndryshme. Yes, unë bëj marketing vetë, po dhe vetë ha marketing, është shumë e çuditshme. Nëse mo. Ikim, shohim ndonjë gjë cute, është edhe Seaside e qendra Emerald. Kështu që do shohim aty, nëse mund të gjejmë ndonjë gjë cute prap.
Tani, më thoni pak si ka qenë kjo javë për ju, unë nuk e di sa dukem edhe nga zëri, unë kam 2-3 ditë që jam kthyer nga Zvicra, jam kthyer ditën e martë mbas dite dhe të mërkurë të njëjtë të premte kam qenë në punë dhe këto 2 ditët e fundit jam ngritur me dhimbje fyti, kam pak rruf, jam e bllokuar, me sa duket kam marrë një viroz, ishte edhe pak lajdi andej kështu. Ka qenë kjo periudha me këto virozat që kanë qenë të gjithë njerëzit e së mund, dhe u thosha kam shpëtuar deri tani nuk më ka zënë, por jashtë më zon edhe mua. Edhe do ha diçka tani për mëngjes, do pi ndonjë Tylenol, ndonjë diçkash në mënyrë që të ndihem pak më mirë. Ishin vetëm 3 ditë punë edhe nuk e kam dhier fare këtë javë, pavarësisht se andej u lodhëm pak, por edhe u kënaqem njëkohësisht. Ju kam folur për vlogun e Zvicrës në vlogun që ju kur dali ky tashmë do ta keni parë. Edhe kështu mbyllim pushimet, mendjen e kemi të pushimet e rallës. Nuk ndryshon ndonjëherë kjo natyra jon njerëzore, pavarësisht se lodhemi, themi o zot, stres më vetë ato aeroportet, ato oraret, vrap andej vrapti, prap e kemi mendjen për të parë vende të tjera. Për më tepër, unë dhe Klajdi në dhjetor kemi për vjetorin, ndoshta e mbani mend edhe nga viti i kaluar, si vite kemi më të madhe, sepse bëjmë 10 vite së bashku, kështu që do doja që ato ditë të bënim diçka, të ikim diku vetëm ne të dy, por nuk e di se do ta realizojmë, sepse Klajdi dhjetorin e ka një muaj shumë të ngjeshur me punën dhe shumë të ngarkuar me orare të zgjatura, kështu nuk e di se do ta kemi mundësinë që të shkëputemi pak nga rutina dhe të rim vetëm të dy, të festojmë për vjetorin ton të 10. Nuk më besohet që u bën 10 vite që jemi bashkë. Do bëhet më saktë 12 dhjetor, shumë shpejt, shumë shpejt. Tani unë dje mora edhe panetone, momenti që vun pemën në fakt, nuk e xhirova, sepse bëra një reels për Instagram, edhe ai zgjas një video nga 10 minuta secila për çdo pjesë etapë të vënies së pemës. Realizova një reels të vockë, nuk doli ndonjë wow dhe ai ishte kështu të shkruar në gjendje shtëpie super të lodhur që morëm gjithë kohës me pemën, kështu që kamera nuk e hapa. Por e pa, përfundimin, do të tregoj edhe nga afër pemës se sa e bukur ka dalë, nëse mbani mend unë vjet e bëra vetëm me drita, edhe me fjongo të bardha që realizova vetëm me dorë, kështu që si vjet e kisha vetosur që do ta zbukuroja, do ta dekoroja në bazë edhe të shtëpisë tonë të re, sepse ishte plani që atëherë në mars, pastaj të vitit që jemi aktualisht, fillova punimet, kështu që plani i shtëpisë ishte prej kohësh. Mora këtë panetonen e baulit, ishte shumë e mirë, kishte shumë soft, shumë të buta të pjesën e brumit, kështu që edhe për mëngjes të marr një copë panetone që ta ha. Kur ishim në Zvicër njerëz, po thosha më merr malli për Tiranën, për kaosin, për zhurmin e Tiranës. Ndërkohë pasi kthehesh nga pushimet riri e mendon dhe thua se sa bukur funksiononte jeta atje, sepse ishte një slow life, një jetë e gadalt, njerëzit nuk vraponin për me kap orare, për me kap ditën, punën, ritmin e jetës, si me thënë ndryshe, ishte shumë të qetë, njerëzit ishin shumë pa strese, aty s'kishte trafik, kjo gjëja ishte mrekullia vetë. Dhe sa i presim një njeri në rrugë për diçka, ndalonte, merrte kohën e vet, të shikonte me kujdes adresën ku ti doje të shkoje, të fliste me qetësi, kurse ne jemi gjithkohës të agituar, të nervozuar, të stresuar, është jeta shumë herë më ndryshe. Një gjë tjetër që më pëlqeu shumë në Zvicër, se ndoshta nuk e kam prekur shumë në videon e Zvicrës se sa ishim kthyer, akoma truri si kishte procesuar gjithë informacionin dhe gjërat që kishin parë dhe kishin bërë andej. Më pëlqeu fakti sepse aty çdo dyqan, çdo biznes, përveç restoranteve, bare, lozheve patjetër, e mbyllnin shërbimin në orën 6, dashë të tregtare, që supermarket. Dhe kjo është një gjë shumë e mirë, sepse njerëzit e shkret që punojnë nëpër këto vende, nëpër këto pozicione pune, kanë ata një jetë pas që të shijojnë. Për shembull teku këtu te ne, pavarësisht se ne si konsumator na bëhet mirë që teku qëndron deri në 10 të darkës së hapur, po imagjinoni ata punëtorët e shkret strapacohen me orare të zgjatura. Është një punë e lodhshme, fizike dhe nuk kanë një jetë pas. Mendo, një punëtor që e mbyll punën turnin orën 10 të darkës, sa duhet të shkojë në shtëpi varet se ku e ka valesën e vet, shkon rreth orës 11 në shtëpi, dhe çaj ngelet aty për të kaluar kohë me familjen, me fëmijët, me njerëzit në shtëpinë e vet, të bëjë një punë shtëpie, të bëjë një gatim, apo të merret të kalojë kohë cilësore me fëmijët që tashmë kanë fjetur. Kështu që prandaj ekziston ky agjitimi, ky nervozimi te ne si popull, jemi gjithkohës të stresuar dhe në kështu raste e kuptojmë se sa larg jemi ne nga këto vendet e tjera të botës, sa ndryshe dhe sa mirë funksionojnë me të drejtën.
pavarësisht se besoj se shumë shpejt kemi për të futur në euro, prap jemi vite dritë larg të qenurit në këto standarde jetese. Zvicra ishte jashtëzakonisht shumë e shtrenjtë, aty gjë ishte super e shtrenjtë, ka prekur pak edhe te videoja, por pagat njëkohësisht ishte shumë të larta, kështu që ato pagat e larta e justifikonin ato çmimet aq të shtrenjta, sepse ishte një standard komplet tjetër jetese. Pagat aty rrotulloheshin diku te 5.000 franga në muaj. Kishte edhe pak më të ulta, fillonin edhe nga 3.500. Tani nuk është se informacion 100% i saktë, sa morëm vesh ne, por normalisht duhet ishin ato vlera për të justifikuar kostën e lartë të jetesës që ishte atje. Unë kam qenë në Zvicër edhe në Lugano para shumë vitesh, në 2018, na ka pëlqyer jashtëzakonisht shumë edhe Lugano. Një gjë tjetër që vije i re ishte pastërtia në mënyrë perfekte. Rrugët ishin akur të pastra, mendon ata nisë që ishte me këpucë, i hipte motrës sipër në prerë me këmbë, nuk e bënte pis. Gjitha atletet këpucët i shikojnë nga poshtë ishin akur të pastra. Dhe një gjë tjetër që i shikon pastërtinë e një vendi tek aeroporti ose shikon në asnjë vend tjetër, që imagjinohet çfarë fluksi udhëtarësh nga vende të ndryshme të botës kanë nëpër pika si aeroportet. Aeroporti ishte akull i pastër, ishte i shtruar me tapet, të rini pastroni me moket, më falni, të rini pastroni me fshes me avull moketit dhe banjot e aeroportit ishin akull të pastra, që imagjinojeni vetë pranë aeroportit, nuk ka nevojë t'ua shpjegoj më shumë. E njëjta gjë na ka bërë çudi edhe në 2018 kur kemi qenë në Lugano, që kishte një ndryshim kolosal kur kaloi nga Italia në Como që ishim ne dhe futeshe në Zvicër në Lugano. Rrugët super të mirëmbajtura, super të pastra, dhe ishte po kjo qetësia në qytet që ekzistonte edhe në Bazel, një qetësi e papar, njerëz shumë të qetë që shikonin punën e tyre, s'kishte pikë trafiku. Ajo pjesa e trafikut është një perfeksion njerëz, sepse funksionon shumë i transporti publik, se edhe këtu të ne, edhe këtu nëse do funksiononte perfekt transporti publik, as unë do merrja makinën për të shkuar në punë. Është një stres më pak që unë duhet të gjej parkim ku të lë makinën, të paguaj ekstra parkim, të stresohem për të kapur oraret në bazë të trafikut, fluksit të madh të makinave që janë në mëngjes në Tiranë, ndërsa nëse do ishte transporti publik, do ekzistonte çdo gjë në mënyrë perfekte, do funksiononte në mënyrë perfekte. Po ç'të bëjmë? Tash jemi vite dritë larg këtyre vendeve. Okej, pjesa më e bukur e zbukurimit të pemës është ky babagjyshi i vogël që e ka të pjesën e bardhë të bluzës edhe këpucës sikur i ka të bëra me balë që është lodhë duke shpërndar dhuratat e fëmijëve. Këtë e zgjodhëm bashkë me Klajtin se na pëlqeu shumë fare. Edhe ja, zbukurimi i pemës e si duket i ka të gjitha topat në kafe dhe në gold, po shka vendosur topat e mëdhenj sigurisht, dhe sa vinë më të vegjël në pjesën e sipërme. Okej, lart kam vendosur këto degët e pemëve kafe, duke qenë shumë bukur, edhe siklet janë filluar shumë që mos t'i bëjnë me yll, ne morëm edhe një yll gold, ai nuk qëndron të mirë fare këtë shtrëmbër gjatë gjithë kohës, kështu që me këto degë ngjyrë kafe duket më bukur. Shikojni sa bukuri ka dhënë të gjithë shtëpis. Kjo pema ka që bukur. Jashtë të shi njerëz, edhe është kohë shumë e keqe, gjithë fundjava do jetë kështu shi. Unë nuk e di, nuk është se kam ndonjë plan për të dalë, me thënë të drejtën. Thjesht u leva pak që të ndihesha pak më mirë me vete, se kisha edhe flokët keq, edhe në fytyrë isha shumë e lodhur, shumë e zbet, kam qenë me migrendje gjatë gjithë ditës, edhe ndarë para se të flija pata sërish dhime shumë të forta koke, kështu që thjesht u leva që të ndihesha pak më mirë me vete, se dhe kafe besoj do ta pi në shtëpi sot me këtë kohë të keqe që është. Sa po mbarova së edituar vlogun e pushimeve të Bazelit dhe Zvicrës, e kisha lënë shumë pas dore këtë ditë, sepse realisht nuk kam patur kohë fare. Fillova punën, 700 angazhime të tjera gjëra që lihen pas dore, sikur vetëm një ditë të mungon që më 3 ditë që mblidhen 700 gjëra të tjera. Dhe vlogu ka dalë shumë i bukur, po nuk e di pse, kam pasur një pak kënaqësi nga vetja me gjithë vlogjet e fundit, saqë vlogun para këtij që do postoj, nuk e publikova fare sepse nuk më pëlqente vetja, nuk më pëlqente çfarë kisha thënë, jam bërë një kritike e çmendur kundër vetes time, por nuk më pëlqen kjo gjë, sepse ja tani e pash me qetësi, me dashuri vlogun, e dëgjova me vëmendje dhe besoj se ka dalë një vlog shumë i mirë. Kam prekur dhe kam thënë gjëra të ndryshme, dhe kam prekur gjithçka që duhet të dini për atë udhëtim, mendoj.
Dhe po ka dalë një vlog shumë i mirë, kështu që mezi pres feedbackun që do kemi nga kjo video, meqense kam bërë mungesa në YouTube për më shumë se 2 javë, kam mbajtur një 16 ditë, diçka e tillë. Kështu, ndërkohë ka vajtur ora 12 e ca dhe unë akoma nuk ka pirë kafe, kështu që tani të bëjmë kafen. Nuk e di se sa kohë kam pa pirë kafe në shtëpi, se gjithkohës duke pirë jashtë, mëra një kapsul poshtë. Edhe u bë shumë kështë se pi në shtëpi. Driti gjanë të bukuron, jo, vdes ta pi në goda kartoni. Badi duhet kem të hapur ashtu, që mos të hapi një të re. Po. Edhe në punë, kafe në mëngjesit, që e pim të njëjti lokal, njëjti vend, u bëm tashmë shumë vite atje dhe na njohin të gjithë kamarierët. Në mëngjes e din, ata e kanë mësuar, vinë edhe ma sjellin kafe në gotë kartoni. E di që shpeshherë ne mërzitemi me rutinë, themi o bobogel, duke bërë të njëjtat gjëra, rutina është boring, do të bëjmë gjëra të reja, por njëkohësisht na mungon ajo rutina. Ja këto gjësit e vogla, ku diun që shkon po tek një njëjti vend çdo mëngjes, pi edhe kafen tënde, përshëndet të njëjtat persona, do njëherë të mungon të merr mend edhe për këto gjërat e vogla në jetë. Kur ishim andej, Klajdi kishte marrë një 2 kapsula, që ishin espresso, i kishte marrë gabimisht, me shkurt njerë që bëjnë diçka vetë, bëjnë gabim. Qa të bësh? Edhe me ideni kishte marrë me stika, cappuccino, kodium, me të vetën i kishte marrë shumë të mira, por problemi është që në makinetën tonë, vaca nuk bën punë. Edhe prindrit e Klajdit sipër kanë makinetën e moshërisë, dhe atyre nuk e bën punë. Kështu që se di, pyesin ndonjë nga ata fëmijët tanë. Kush ka Nespresso që t'i adhurojmë sepse kishte marrë, jo vetëm 1 pako, po 2 pako. Edhe për prindrit e mi edhe për të vetën. Në rregull ishte ai me të vetën, kishte menduar për të dy, kishte marrë edhe çokoladata që t'ju sjellni këtej, por atë kishte marrë gabimisht. Këto të pemës, këto të bardhat e pemës që i gjej kudo tani, do të shmendem. Mirë që është roboti që ta nxjerrë atë përdit që të bëj punët e shtëpisë. Nuk e di pse, kjo kamera nuk më pëlqen disa herë me pjesën e filmimit. Nuk e di çfarë problemi ka, nuk përshtatet mirë me ndriçimin. Që unë në shtëpi thash, i kam thënë arkitektit të lutem kujdes të veçantë ndriçimeve LED që të kem ndriçim të mirë në çdo orë të ditës. Te realisht shtëpia ka ndriçim të mirë, kur mungon drita natyrale në rastet kur është shi e brojtur nuk ka diell. Ka ndriçim të mirë LED, por kamera nuk e bën përshtatjen si duhet. Edhe një pjesë të videoja që po uploadoj në YouTube ishte pak me mizën. Janë shenja që duhet blej një kamerë të re, por njëkohësisht një kamerë e re kushton shumë dhe në këtë moment nuk do doja të bëja një shpenzim të tillë të madh. Se ndërkohë më duhet edhe një iPad i ri në mënyrë që të editoj më rehat videot e mia, sepse kam një kompjuter HP të vjetër. Do doja të ndroj edhe telefonin. Kam 16 Pro Maxin, iPhone-in dohet me 17 Pro Maxin, sepse të leverdis edhe shumë kur e ndron në një distancë. Po bëhet viti, se unë 10 në dhjetore kam marrë, dhe shton pak lek dhe merr iPhone-in e ri. Të leverdis më shumë se sa do ndryshosh njërë në 2 vjet. Kështu nuk e di. Shumë shpenzime, sa as vetë nuk e përballoj dot veten time, jam shumë e shtrenjtë. Kimi. Shumë pas ka vënë në zemrën e ditës që ta të dyne, ka kuptuar fundjavave që kam bash. Po ka. Salmon. Oho, qa janë këto? Ha, tjetë salmon. Qa është kjo? Pastiq. Shumë e mirë. Oke, si s'ka gjera ha unë salmoni, se njeri dietik që jam, për këtë qash? Kjo është salat, jo, qaj. Ka për që është dark. Për këtë se ha do, se është me laktozë. Kjo është salata. Mirë, dreka gati, ka lezet. Qa dhe qa? Dhe drekën them ta bërë atëm. Alamet burri, alamet burri. Hajde, si pjata dhe ngrojqit në mikrovalë dhe na i vendos të tam. A i bërë, pra bëj ta mam gjërat. Hajde tani. Shumë i malë që.
Mirëmëngjesi njerëz, nga një ditë tjetër. Tani unë këtë vlogun po vazhdoj të premten e javës tjetër që jemi pushim, sepse sot është data 28. Që po thoni ju, po shkoj ta pi kafen me mamin dhe babin. Kam goxha kohë që si kam takuar, fundjavën e kaluar si takova dot. Ata ishin në Berat, ishte shisha met në Tiranë, përtoja televizja, e kështu gjërash. Edhe po shkoj sot që t'i takoj, të pim kafen e mëngjesit bashk. Këtu mbrapa si shikoni kam një televizor, morën televizorin e rinë, televizorin e vjetër po e çoj prindërve që ta çoj në Berat, sepse aty ka ngel për televizor. Nisi thjesht të jetë kur vëm ndonjë fundjavë, edhe ata shkojnë pak më shpesh se sa ne. Kështu. Më rëshkit. Thash se më rëshkiti televizori, do të eci me shumë kujdes, por thjesht më rëshkiti mbështjellësja. Okej. Kemi një mision për të përmbushur në mënyrë që televizorin të çojmë të padëmtuar në vendodhje në pikën finale. Gjithashtu njerëz gëzuar arsin, çlirimin e Shqipërisë, ne kemi festat njëra pas tjetrës, 28-ën dhe 29-ën. Sot kalojnë mes rrugës edhe shohim që ti me shpejtësi dhe prap futen. Është gjëja më e frikshme që unë kam në makinë, njerëzit që të futen kështu në mes rrugës. Dhe po thosha, sot është Black Friday, e uljet e Zarës fillojnë që t'jene aplikacion. Unë bëra një blerje në një pellush në ngjyrë kafe, vetëm një pellush kam të bardhë, ajo është shumë i bukur, i bershkës, u bë gati 2 vite që e kam tani, mos po shumë. Dhe është vërtet shumë i bukur, ai është yll, po vetëm është dhe pak i gjatë, edhe nuk është se e kam praktik që ta vesh ai shpesh. Më shumë e vesh kur dal, një mbrëmje, sepse është më i rëndë, më klas. Ndërsa ky që mora dhe ky është shumë klasikisht, kishte edhe pak prerje në Bailey Zarës, në ngjyrë kafe, por është më i shkurtër, është deri tek vitet, kështu që besoj që mund ta vesh më shpesh. Thashun sot është Black Friday. Thash nuk do shkoja fare nga Teku se di që është super muj. Thash, po kujt i thash? Sepse përfundova duke shkuar nga Teku dhe duke bërë disa blerje te Zara. Takova mamën nëpër kafe, erdhi edhe motra edhe sjeli, edhe mami tani ka kaq kohë që kërkon një pallto, po nuk po gjete për çamet diçka që t'i përshtatej. Dhe tha të shkoj nga Teku, tha. Tashun sot ka dhe ulje, po do jetë super lëmsh, super trafik se ti që do ketë shumë njerëz. Por nuk e thosha do t'jo, kështu që shkuam nga Teku dhe përfundova duke blerë edhe për vete. Nesër kam një rast në fakt, edhe do vesh një fustan të kuq, që nuk e kam veshur asnjëherë, kam veshur thjesht për një video në Instagram, sepse kam pasur për bashkëpunim, dhe kam vetëm sandalet e zeza nga këmbët, kështu që nuk do isha shumë rehat, se gjë është shumë ftohtë, nesër data imagjinoni vetë është 29, kështu që është ftohur goxha. Dhe kam pas parë tek Zara këto këpucët dhe ishin bërë me ulje. Shikojeni pak. Janë shumë të bukura dhe kanë një tak shumë të ulët, 5.5 cm. Dua që të jem rehat njerëz, nuk para I kam shumë qef takat e larta, sepse janë shumë jo komode për të ecur dhe për të lëvizur. Unë dua taka që mund t'i vesh atë në vazhdimsi me kombinime të tjera, jo vetëm një herë kur kemi ndonjë rast. Dhe I mora me 40% ulje, 40% bën Zara për Black Friday, dhe nga 40.000 lek I mora vetëm 24.000 lek, kështu që ishte një çmim shumë I leverdishëm. Më kishte kërkuar Nela një kostum dhe nuk I gjeta dot atë që donte t'i blija, ishte pa ulje, nuk ishte në ofertë. Dhe I gjeta këtë modelin tjetër, ajo nuk e donte, ky ishte edhe në ofertë. Dhe përfundova duke marrë për vete, por nuk e provova sepse kuptohet çfarë çmeri ishte në Tek. Është kështu, me zinxhir, më duk shumë I bukur. Dhe me ulje në mos gaboj vajti diku te 38.000 lek të dyja. Ishte 35 bluza, 30 tuta, me 40% ulje, për të dyja pagova 38.000 lek. Kështu që po e provoj tani, që ta shikoni dhe ju se si ri. Qënka shumë I bukur njerëz, dhe rinka shumë bukur. Bëra shumë mirë që e mora, se rinka vërtet yll. Bluzën e ka kështu me zinxhir të lirshme, dhe tutat që të bukur e ka këtë pjesën këtu te beli. Edhe prerjen poshtë më pëlqeu, ja të shtyhem pak më poshtë që ta shikoni tamam.
Gjithashtu njerëz, si vjet kam vendosur që të bëj vlogmas, është viti i parë që të bëj vlogmas, kam menduar pak a shumë ide se çfarë do përbajmë vlogmas, patjetër që ndikon rutina, ndikon gjërat e reja që na dalin për ditë për të bërë, por unë me timen do mundohem që të xhiroj për ditë dhe do të kemi për ditë video të reja. Nesër është data 29, unë do filloj që nesër që të bëj gati videot e para, që në mënyrë që në datë 1 të kemi videon e parë. E kështu, në bëj vlogmas. Nuk e di, më duket një përgjegjësi shumë e madhe, sepse do jetë një punë e përditshme intensive, xhirim për ditë, editim për ditë, edit video për ditë, por të shohim se si do t'ja dalim deri në fund. I ka grirë lajti, i ka ngrënë të gjitha, tani fillon kjo periudha e festave dhe ëmbëlsirat, vira ime i qanë të me lë makarona, i qanë, i bërë shumë të mira, dje i kishte bërë dhe na solli pjatën dhe ishte këtu pjata, e mbushur plot. Unë kam gacmuar vetëm njëra, sepse dje isha shumë e velur dhe nuk më hajshëm, më duken shumë të ëmbla dhe tani vajta të marr një që ta ha, ndërkohë burri ka bërë nami, nga ngrënë pothuajse të gjitha. Pra gati, këtu kam patatet, këtu kam edhe fileton, i kam hedhur krit vaj. Tani të vë dhe një lavatrice dhe po më vonohet ushqimi për të bërë, ndërkohë po më vete vonë, ka vajtur ora 4:45. Akoma s'kam grënë, dhe për më tepër në orën 5 kam orarin e vetullave që e kam te komuna e Parisit. So ushi po bie jashtë, kështu që nuk duhet të vonohem më shumë. Gjithsesi njerëz, tani që do bëjmë vlogmas, do shifemi për ditë, ju do kur të shikoni këtë video, për 2 ditë do shihemi sërish së bashku me vlogmasin. Kështu që po e mbyll këtu këtë video, më suportoni duke bërë subscribe, like videos dhe komentoni çfarë ju të keni dëshirë, dhe ne do shihemi në muaj dhjetor gjatë gjithë muajit. Bye bye!